Kuvendi i Shqipërisë i dha fund një diskutimi, debati, polemike, përplasje të gjatë lidhur me kërkesën për të autorizuar heqjen e lirisë së një deputeti. Dhe çështja e deputetes Belinda Balluku, sipas meje, sipas nesh, është një çështje e mbyllur. Kuvendi u shpreh, pasi trajtoi me shumë përgjegjësi dhe me kujdesin më të madh të gjithë çka ju vu në dispozicion, dhe nuk e autorizoi kërkesën me vlerësimin se kërkesa është në vazhdën e një kuturisjeje e cila nuk mund të vazhdojë pafundësisht, ku njerëzit trajtohen si të ishin mjete në dispozicion të luftës kundër korrupsionit, edhe kur nuk bëhet fjalë për korrupsion, edhe kur nuk bëhet fjalë për përvetësime për interesa personale, edhe kur nuk bëhet fjalë për ndonjë arsye që mund të pengojë zhvillimin e hetimeve, dhe merren edhe futen brenda, duke praktikisht e kthyer Shqipërinë në delen e zezë të Këshillit të Evropës, të gjitha vendet të Këshillit të Evropës, jo të Bashkimit Evropian, si vendin me më shumë të paraburgosur, pra të kyçur brenda pa gjyq, sesa të burgosur, pra të gjykuar dhe të dënuar. 58% e popullatës që ne kemi sot në sistemin e burgjeve të Republikës së Shqipërisë nuk janë gjykuar, por janë në burg dhe jetojnë me taksat e shqiptarëve në vend se të jetojnë me punën e tyre jashtë burgut dhe të ndiqen në gjendje të lirë. Natyrisht nuk flas për të gjithë, sepse me siguri mes tyre ka dhe nga ata liria të cilëve duhet kufizuar paraprakisht, pasi janë kapur në kushtet e flagrancës, kanë kryer një vepër të rëndë penale, janë shoqërisht të rrezikshëm e të tjera, por në tërësinë e vet, përderisa Këshilli i Evropës ka vënë alarmin për këtë çështje, ne nuk kemi se si jemi të shurdhët, dhe ndërkohë që nuk kemi mekanizma për të frenuar një tërësi veprimesh të kësaj natyre që janë vërtet të rënda dhe justifikohen, siç thot raporti i Këshillit të Evropës, me fjalë të përgjithshme, në këtë rast, me duart tona, ne nuk mund t'i bashkoheshim kësaj kuturisje. Deputeti është i barabartë përpara ligjit, kjo nuk diskutohet. Si çdo shtetas tjetër mund dhe duhet hetohet nëse ka arsye për hetim, por liria e deputetit, si e çdo shtetasi tjetër, nuk mund të kufizohet thjesht dhe vetëm me fjalë të përgjithshme apo me teorinë që prokurori dhe gjykatësi janë të pavarur dhe ata bëjnë çfarë duan. Ata nuk mund të bëjnë çfarë të duan kur trokasin në derën e kuvendit, dhe kuvendi nuk mund të bëjë sikur nuk shikon, sikur nuk dëgjon, sikur nuk mendon, dhe të refuzoj të kryejë rolin e tij duke praktikisht mbrojtur dinjitetin e vet, dinjitetin e parlamentarëve të Republikës së Shqipërisë, që nuk mund të trajtohen si fajtor pa qenë të shpallur të tillë nga gjykata, dhe nuk mund të kufizohen në lirinë e tyre pa pasur asnjë kusht që të çon në këtë drejtim. Pra, në këtë rast, siç dihet botërisht, kemi të bëjmë me një çështje ku prokurori ka ngritur me të drejtën e vet dyshimin dhe ka nisur hetimin dhe ka pastaj ngritur akuzën për shkelje të barazisë në tendera rreth 6 vite më parë, dhe nga ana tjetër
nuk ka akuzë për korrupsion, nuk ka akuzë për përvetësim fondesh, nuk ka asnjë skenë flagrance, asnjë provë që të çon në këtë drejtim. Dhe kodi i procedurës penale është shumë i qartë. Mosdhënia e autorizimit për arrest nuk e pengon prokurorin të vijojë hetimin apo të kërkojë masa tjera. Pra hetimi vazhdon dhe drejtësia nuk pengohet. Nga ana tjetër, deputetja nuk ushtron më asnjë funksion ekzekutiv. E gjithë kërkesa ishte aty kur ajo e ushtronte funksionin ekzekutiv dhe pavarësisht se ajo nuk është më në detyrë, prokuroria vazhdoi të kërkojë të njëjtën gjë, duke harruar se faktikisht nuk kishte asgjë të re që kishte ndodhur përveç faktit që deputetja ishte thjesht një deputete dhe që nuk ka më asnjë kapacitet të ndikojë në asgjë për sa i përket hetimeve. Kështu që e përsëris, arresti si masa më e rëndë e sigurimit do të jetë mjeti i fundit, nuk mund të jetë mjeti i parë. Dhe duhet të shtoj këtu se të gjithë ata që vuan kujën për integrimin dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian që na qënge kaq afër, keni parasysh, janë po ata të cilët deri në këtë moment predikonin ditë-natë se integrimi dhe antarësimi ishin shumë larg. Se integrimi dhe antarësimi ishin një ëndër që unë e shisja për shqiptarët, por që se besoja as vetë. Se ne kur nuk do antarësoheshim në Bashkimin Evropian dhe pa pritur në të gjitha tenxheret u ngritën përpjet kapakët sepse ëndra u prish në çastin e fundit. Këta janë në rastin më të mirë qesharak, në rastin më të keq janë jo vetëm ignorant, po janë dhe shumë të ligjë. Por unë ju siguroj që në asnjë mënyrë rruga jonë drejt antarësimit nuk është bllokuar dhe nuk do të bllokohet për këtë shkak. Është e vërtetë që kemi pasur një diskutim shumë konstruktiv me disa partnerë, të cilët kanë një opinion të ndryshëm, të cilët kanë komplet një tjetër qasje në imunitetin në vendet e tyre, sepse në vendet e tyre nuk fillon dot asnjë hetim pa marrë njëherë autorizimin e parlamentit. Ne nuk kemi imunitet të kësaj natyre në Shqipëri, ne kemi vetëm garanci për mbrojtjen e lirisë së deputetëve dhe kaq. Të tjerat, kur thoshte atë Qerifishta, janë dokra hini.